Lideri i opozitës Ali Berisha kërkoi dorëheqjen e kreut të qeverisë Edi Rama. Gjatë një konference në selinë e Partisë Demokratike, Berisha u shpreh se Rama jo vetëm që rezulton i implikuar në mega aferat më të mëdha korruptive, por edhe pengesa kryesore e funksionimit të drejtësisë. Jam këtu për të kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës nga detyra e kryeministrit, i cili rezulton jo vetëm i implikuar në mega aferat më të mëdha korruptive në historinë e Shqipërisë dhe të Europës, por rezulton dhe pengesa më kryesore e funksionimit të drejtësisë, që ka përbën një krim të rënd në vetvete. Denoj me forcën më të madhe, qëndrimin dhe urdhën e tij dje, ndaj vasalëve të tij që të mos votojnë kërkesën e prokurorisë për heqjen e imunitetit Lubi Ballukut. Rasti i tretë në të cilin Edi Rama është vetë direkt i implikuar. Ai nuk hoqi imunitetin e Sajmir Tahirit, sepse ndante me 8 trofen e drogës dhe trafiqeve. Ai nuk hoqi imunitetin e Ndrikull Xhaçkës, e kuptoni ju vetë, sepse është aksioner në vjedhjen tokë publike të 10.000 metër katror. Dhe ai tani nuk heq imunitetin e Lubi Ballukut, sepse e din që fill mrapa shkon ai. Kreu i Partisë Demokratike etiketoi socialistët si marioneta të kryeministrit, duke akuzuar Rama për ndikim të drejtë për drejtë mbi votën e deputetëve në mbledhjen e së ardhshme. Ato janë marioneta të Edi Ramës, sepse të gjithë janë të lidhur në krime dhe e din që aty do ndjekin Belindën. Këtu është gjithë problemi. Por akuzat e opozitës nuk u ndalën vetëm tek Balluku. Në dosjen Balluku, nga 6.500 mesazhe, 3.800 janë të Edi Ramës. Në një aspekt, Balluku është thjesht një shërbëtor i tij. Berisha nënvizoi se kryeministri është implikuar edhe në portin e ri në Porto Romano me një kompani ruse. Nga njëra anë shkonte në selinë e NATO-s dhe ju kërkonte NATO-s që të mbështesnin projektin. Nga ana tjetër kontraktor rus për ndërtimin e parkut dhe mund të informoj qytetarët se një hetim serioz do të bëhet nga parlamenti për këtë çështje. Për të gjitha këto afera, Berisha theksoi se zgjidhja është reagimi i qytetarëve. Ai paralajmëroi se protesta kombëtare së shtunës do të ketë një skenar ndryshe, duke lënë të kuptohet një mobilizim më të madh dhe më të organizuar se aksionet e mëparshme.